Falni. Si pasojë e aksidentit, një person I ri humbi jetën, duke lënë pas familjen e tij. 2 fëmijë të mitur dhe një person tjetër mori lëndime trupore. Prandaj, vetëm 7 muaj burg për këtë vepër, me pasoja kaq të rënda, nuk është dënim. Është një padrejtësi e dytë, është më e rëndë se e para. Dhe kësaj radhe, kjo padrejtësi vjen nga vetë gjykata. Në sallën e gjykimit unë nuk u ndjeva e mbrojtur, nuk u ndjeva e dëgjuar, u ndjeva sikur dhimbja ime ishte pengesë dhe jo arsyeja pse ndodheshim aty. Dhe në momentin më të rënd, kur vendimi u shpall dhe dhimbja më pushtoi sërish, gjykatësja Dragana Isakovska më ngriti zërin. Ngriti zërin ndaj një gruaje që kishte humbur gjithçka, vetëm sepse reagova njerëzisht. Atë çast nuk fola si profesioniste, por si nën dhe si bashkëshorte e thyer. Dola me një fjali që më doli nga shpirti. Uroj të mos e përjetoni kur një dhimbje të tillë. Sot jam para jush me duar të lidhura. Ligji nuk më jep të drejtë ankesa, por prokuroria e ka dhe sot I drejtohem asaj publikisht. Kërkoj apel të vendimit, kërkoj dënim të drejtë, kërkoj që jeta një njeriu të mos vlerësohet nga një vendim që I ngjan një kundërvajtje të lehtë. Unë nuk kërkoj hakmarrje, nuk kërkoj dënim emocional. Kërkoj drejtësi për familjen time dhe për çdo qytetar. Sepse sot jam unë, nesër mund të jetë dikush tjetër. Kur drejtësia dështon në një rast, ajo rrezikon të dështojë në të gjithë. Jam këtu për të përkujtuar një njeri që nuk mund të flasë për veten. Jam këtu që një ditë ju jap përgjigjen e duhur fëmijëve të mi kur të më pyesin se kush mbajti përgjegjësi për humbjen e babait të tyre. Jam këtu për prindërit të armërit, që çdo ditë jetojnë me dhimbje të pamajshme. E kuptoj dhe jam e vetëdijshme se reagimi im do të mund të pritet me interpretime, shtrembrime dhe dyshime. Me barën e reagimeve të tilla më lehtë përbalem se sa të mbes e heshtur para padrejtësisë ndaj bashkëshortit dhe fëmijëve tanë. Dhimbja nuk ndahet me askënd. Ne e mbajmë brenda vetes, mësojmë të jetojmë me të dhe e kthejmë në forcë.